Ilirian Hasanaj është emëruar drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për jugun e vendit, pjesë përbërëse e strukturës së Ministrisë së Mbrojtjes. Hasanaj, që vite më parë ka qenë drejtori i Policisë Bashkiake të Vlorës, tashmë do të jetë drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për jugun e vendit për qarqet Fier, Vlorë, Gjirokastër me qendër në Fier. Plani kombëtar për emergjencat civile është dokumenti kryesor i politikave të shtetit shqiptar në fushën e emergjencave civile. Ky institucion ka si objektiv madhore si të parandalohet, të lehtësohet dhe të riaftësohet nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjën e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga emergjencat civile. Gjatë një prononcimi të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Ilirian Hasanaj thekson se është hartuar tashmë edhe plani i masave, ndërsa qëllimi është që të sigurohen kushtet për institucionet shtetërore, publike dhe private, për veprimtaritë ekonomike dhe për popullatën, për kalimin nga gjendja normale e jetës dhe e punës në një situatë emergjente, me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit, për jetën e njerëzve, për gjën e gjallë, për pronën dhe për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin ndaj efekteve të një emergjence civile. Të garantohet përdorimi i të gjitha burimeve të mundshme të shtetit me qëllim sigurimin publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare, lokalizimin e zonës së emergjencës dhe lehtësimin e pasojave. Sipas Hasanaj, është hartuar plani i masave për sezonin turistik të këtij viti, ku në qendër do të jetë situata e emergjencave civile nga zjarret. Hasanaj thotë se situata më problematike në orët e fundit ka qenë në zonën e Darzezës në Fier. Vëmendje maksimale do t'i kushtohet edhe situatës nga zjarret, ku në qendër të vëmendjes do të jenë zona të ndryshme të qytetit të Vlorës, përfshirë parkun kombëtar të Llogaras apo pyllin e Sodës.